Të njohës, u shash një personazh i ri, Qemali, ai thoshte Merdianit që Gjestina i dërgonte video me përmbajtje plus 18 që mos t'i thoshte familjes time. Nëse nuk dërgon video të tilla, sepse dinte diçka që unë kisha prik familjes time. Po sa kohë kishe që ti flisje ndërkohë me të? Një javë maksimumi. Po ty kush ti thoshte këto gjëra? Vetë Merdiani? Merdiani më shkruti. Pra ndërsa Jessica dhe Merdiani komunikonin çdo ditë, në skenë hyn Qemali, i cili duket që është në dieni të këtij raporti në distancë dhe për t'i dhënë një dorë 18 vjeçarit nga Tetova, i shkruan atij se çfarë duhet të bëjë vajza adoleshente. Përfshi edhe shantazhin me foto intime. Shkruajta vetë këtij personi, po dha i thoshte gjëra nga më të kushtë. Një, të fërkosh të hekës sotjenat para muaj, të resh në kamerë të re, të hekës sotjenat brekët ta nga qa ke veshur, ja të derdhësh ti, ja unë. Të bësh të erkë, cilët kushte mund t'i bësh, më thuaj. Të gjëra kërkonte që unë po dërgoja Merdian. Qemali nuk i kërkonte për vete, por për adoleshentin që kishte marrë